Ura Mesit, monument kulture, ndërtuar në vitin 1768 mbi lumin Kir nga Mehmet Pash Bushati, i mbijetoi shekujve si një vepër e rrallë arkitektonike e cila vijon të tërheq interesin e vizitorëve. Kjo urë me gjatësinë 108 metër dhe me 13 harçe lidhte dikur Shkodrën me Drishtin, ndërsa me rikonstruksionin e saj, ura është kthyer në një atraksion për turistët vendës dhe të huaj. Ura është shumë e bukur. Jo, vetëm për kuriozitet e rëmë të shohim, meqense ishim këtu në Shkodër. Tham po ndalojmë për shohim dhe urën e Mesit para se të ikim. Çfarë ju bëni përshtypje? Po, tash vlera artistike. Ndërsa në Shqipëri problemet infrastrukturore janë kthyer në një problem serioz, ura e Mesit, e ndërtuar rreth 258 vite më parë, vijon të rezistoj kohës. Punimet e atëhershme nuk krahasohen me këto të sotme që po shkatarrohen. Ka nën tërmjet e drejtje shejtane se ka gjatë gjë. Me sheku ndërtu nuk është prish. Rruga e Librazhit Jo vetëm Librazhi, po. Ndërhyrje që u bën rreth 2 vite më parë për restaurimin e urës, gjithashtu dhe me rikualifikimin e sheshit përreth, e bën këtë monument një ndër atraksionet më tërheqëse në Shkodër.